flasim për moralin. Kush mendon ju se janë njerëz më të moralshëm? Njerëzit që besojnë në Zot apo ata që nuk besojnë në Zot? Ka mundësi të habiteni nga rezultati i sotshëm, po unë do vetëm ju ndihmoj. Ky është një argument, një nga kryesorët që marrin njerëzit që besojnë në Zot, që morali vjen nga Zoti, dhe ne nuk do dinim si është të sillesh në mënyrë të moralshme, po mos ishte për Zotin. Ne thjesht do vrisim njëri tjetrin. Sa për atë punë, plak mund të themi argument shumë të rëndësishëm, pa filluar akoma, domethënë që një person që është ateist, që nuk beson në Zot, po është rob i mirë gjithsesi, edhe bën gjëra të mira, kujdeset për njerëz të tjerë kështu, unë do i quaj një person më të mirë se sa i besimtar që bën gjëra të mira. Se mund të argumentohet që besimtari bën gjëra të mira se i ka thënë Zoti, ose se ka frikë me shkum ferr, nuk i bën se i ndjen. Ai që është ateist dhe i bën, i ndjen. A mundet që ateistët jenë të moralshëm? Faktikisht mundet që ateistët jenë moralshëm, edhe pse shumica e tyre mendojnë se morali është subjektiv, pra varet nga njerëzit, nga shoqëria, nga kultura, kështu me radhë. Mirë po unë besoj që ka ateistë që besojnë se morali është objektiv. Mirë po pyetja kryesore është nga vjen morali? Nga vjen kjo bazë morale mbi cilin ne gjykojmë se ateisti këtë vepër e ka të saktë, ndërsa besimtari këtë vepër e ka të gabuar? Dikush mund thotë se është e rastësishme, siç thot Richard Dawkins për shembull, që të besosh se përdhunimi është i gabuar është aq arbitrar, aq i rastësishëm, sa të thuar se njerëzit kanë evoluar duke pasur 5 gishta në vend se të kenë 6 gishta. Mirë po me të vërtetë besojmë se këto gjëra, këto norma morale të cilat i kemi, ka secili prej nesh në veten e tij. Pra besimi se vrasja është e keqe, përdhunimi është i keq, ndihma e të varfërve është gjë e mirë. A është me të vërtetë arbitrar, a është me të vërtetë rastësi? Prandaj ekzistenca jonë nuk e shpjegon dot moralin ton, nuk e shpjegon dot evolucionin se si ne kemi këto veti specifikisht mbi cilat ne gjykojmë se çfarë është e saktë dhe çfarë është e gabuar, sepse atomi nuk ka veti morale, nuk gjykon dot se çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë. Nuk i shpjegon dot ligjet fizike këto gjëra. Prandaj nëse morali është i vërtetë, është edhe objektiv, atëherë ka nevojë për një burim përtej njerëzve. Dhe ky burim racionalisht është Zoti i gjithësisë. Prandaj ateisti nëse beson se morali është subjektiv, ka vërtetuar se Zoti ekziston. Nëse beson se morali është objektiv, ka vërtetuar se Zoti ekziston. Prandaj ngado që ta kapësh çështjen e moralit të ateistit, do të vërtetosh se Zoti ekziston.